Sot kemi një të ftuar shumë të veçantë në episodin ton, një doktoresh e cila nuk njeh vetëm rrugët e mendjes, por njeh edhe rrugët e qytetit të Durrësit, doktoresh Edlira Harizi. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, Aldo. Mirë se na erdhe në podcast Edlira. Siç po flisim edhe pak më parë, në fakt unë Edlirën po e provokoja pak për pjesën e rinisë, si kujtohet rinia nga fëmijëria, mban mend ndonjë gjë, ndonjë kujtim interesant cilin ti e identifikon atë periudhë të fëmijërisë? Nga fëmijëria, në fakt unë jam rritë shumë mirë, jam rritë me gjyshe në shtëpi dhe kam qenë një fëmijë lind me shumë vitesh martesë të prindërve. Ke qenë një fëmijë llastuar? I llastuar kam qenë në fakt, se kam qenë shumë i dashuruar. Me gjithë familja, ne kemi qenë familje e madhe, me xhallar, të tërë më mbanin kështu. Në Dorës. Të Dorës është e vërtet se unë ashtu jam mbajt vërtet, edhe me gjyshe në shtëpi. Dhe më vonë kur erdhi puna që unë të futesha në kopës, se që nga çik do bëhesha për shkollë pastaj. Më regjistruan kopës dhe unë qetin në part kopës të arratisa nga kopshti. Pas ke qenë një rebele, do me thënë një doktoresh rebele në shpirt. Po, ashtu kam qenë në fakt. Si reaguan familja, prindërit? Po arratisa, ai kopshti e mbaj më shumë mirë. Këtë rrethimin e kishte me këto, me ca pjesë bosh, me ca pjesë shumë, kishte këtë konfigurimin që kishte dhe hapësira bosh, dhe nga ato hapësirat bosh, se dera ishte mbyllur dola, dhe u ktheva në shtëpi. Do me thënë, një eksperiencë një fëmijë të tillë nuk mund të prisni gjë ndryshe nga Edlira Harizi, një doktoresh pa filtra që del jashtë kornizave çdo lloj formati shoqëror. Por kur kam filluar klasën e parë fillore, u duhet ta them, zysha ime klasës parë, e cila është gjallë dhe me shëndet të plot, dhe me mendjen shumë të zgjuar akoma, zonja e nderuar Baftisha Murati. Ditën e parë të shkollës unë isha kështu me kokën kështu ulur me syt me lotë dhe mami dhe babi që mbanin për dorë, edhe ishte problemi i madh se kisha qenë kopës. Zysha u afrua, më mori dhe tha, "Kjo koca ime", me thënë me ato dasha mirësinë e jashtëzakonshme, një grua zonjë, një mësuese me një etikë të shkëlqyer. Kjo goca ime tha do jetë një gocë shumë e mirë, shumë e zgjuar. Tha mami se s'ka bërë kopës, tha dhe kemi çik problem. Dhe se s'ka bërë kopës, kjo do jetë e shkëlqyer në mësime. Edhe në fakt ashtu rezultoi. Nuk je arratisur nga dita e parë e shkollës. Jo, shkollën e kam dashur. Shkollën e ke dashur dhe e ke vazhduar. Gjithmonë e përsëris zysha ime klasës parë fillore, seanca momenti tjetër se ndonjëherë të japim drejtimin në jetë. Ajo që shumë e rëndësishme. Ishte frymëzim. Ajo kapja nga dora e saj, kjo vajzë do dalë e shkëlqyer, kjo goca ime. Të bëri një shtys, domethënë emocionale, sepse përderisa e mban mend deri sot e kësaj dite, tregon që ka qenë shumë e rëndësishme. Sot e kësaj dite nuk shuroj bukur, në fakt. Nuk shuroj bukur, por isha shumë e zgjuar në gjërat e tjera. Dallohesha. Pse mendon që të ka ndikuar kaq shumë? Ka ndikuar, sepse thash, unë nuk kisha vajt në kopës edhe raport me tjerët, dukesha kështu ditën e parë, ma ato ndjeshe keq. Po, ato kokën nullur, duke isha një çik kështu si e shqetësuar që po unë që s'kam vajt në kopës. Si doja bëj. Se ata të kopës, si thua, kishin këto përparësi, që kishin mësuar një çik shkronjat më përpara e tjerë. Gjithsesi në shtëpi më lexonin babi që ka qenë i ndjeri baba im, që e vogël, më lexonte libra, tregonte pralla, por më lexonte libra dhe më ka mësuar vjersha. Unë kur hyra në shkollë vija përmend Naim Frashërin. 6 vjeçe, po. Ke ndonjë kujtim edhe me babain, edhe me maman, ndonjë kujtim që mund të ndash? Baba im ka qenë ekonomist, njëri shumë i butë, shumë i mirë, realisht shumë i mirë, impulsiv shumë në natyrën e vet, unë ngjaj shumë babus që kur dua t'i them gjërat i them trosh, pa filtra si mendoj, por shumë i butë, shumë i mirë, edhe ishte porosi gjithmonë, kur mos bëni keq, mos thoni fjalë pejorative për njerëzit. Ndonjëherë kur unë rrita ndonjëherë dhe shpërtheja, sepse puna të bën dhe kështu dhe jeta. Po mama. Mami që nga ato gratë e Shqipërisë mesme, të dy Shqipërisë mesme ishe. Mami. Nga ato trellafe fliste. Tradicionale. Mama ime në ato, si thonë ato gratë e përkushtuara për familjen dhe për bashkëshortin, nga ato trellafe në ditë fliste mama, por ndonjëherë edhe pyetjet i kishte pyetje retorike, i thosha unë. Ti ke jetuar me familjen në Durrës? Në Durrës. Pra ke lindur, i arritur në Durrës. Edhe bashkëshorti im që të dy. Dhe ke një, le të themi, një njohje të mirë të qytetit të Durrësit, në fakt do doja të bëja një pyetje duke lidhur edhe me profesionin tënd si neurologe. A mendon që ndonjëherë qyteti vet ka nevojë për një neurolog? Po ta marrim qytetin tërësi. Dëgjoj Aldo, nuk thuhet me fjalë sa i të Durrësit, me shumë sinqeritet. Unë si gjithë shqiptarët tashmë kanë dalë, kanë parë gjithë Durrësakët, kanë dalë në përballë gjithandej. Ke udhëtuar gjithandej, por nuk ka si Durrësi. Kam një lidhje aq fort me Durrësin. Në fakt kur jam qenë studente do ta pranoj. Në atë kohën e studentullikut e doja shumë Tiranën. Kisha një dashuri pa parë për Tiranën, ishim student, edhe kur kam marrë në Durrës, masi mbarova fakultetin, fillova punë në SUF, në shërbim ambulator, pastaj fitova konkurs
dhe i ka prapë në Tiranë. Dhe qelloi që Tirana, në atë kohë të rinisë e doja Tiranën. Por kur mbarova specializimin dhe u ktheva në Durrës, ato 2 muajt e para kisha këtë dilemën që po pse u ktheva, se kisha mundësi të rija në Tiranë në fakt. Si ishim brezi i parë që filluam specializimin 4 vjeçar të plotë në neurologjisë dhe mu të rija në Tiranë. Por u ktheva në Durrës. Sjella Durrësin, në atë kohë mjekët e vjetër Durrësit kishin dalë në pension, interuar Ringjeri, Stefan Vokopola dhe të tjerë, Vladimir Tiço që të gjithë, dhe unë do të dilemën që do vi në Durrës sepse duhet neurolog të ri në Durrës apo të ri në Tiranë, erdha në Durrës. Vendose të kontribuosh. Po, bashkëshorti im në fakt ishte një ndërtime dhe më tha se e dinte këtë dilemën time të ri në Tiranë apo të në Durrës. Mendoj mirë më tha, nëse do në Tiranë ne do shpërngulemi. Qëndroi në Durrës. Dhe bashkëshorti në Durrës gjatë asaj periudhe. Pra jeni njohur në një moshë shumë të vogël. Unë e kam njohur bashkëshortin tim në kohën e qenë studente, kohën e studentlikut. Njohja ka qenë shumë e rastishme, si thosh Zoti e solli lidhjen tonë. Në një ditë, në vitin e parë në fakultet unë rija në Tiranë, në konvikt, se pastaj e bëra abone si shumica e dursakëve, dhe në një ditë në mëngjes, duke ikti të haune për të kap trenin, nuk kisha shumë e sigurt a isha në rregull me orën se s'kishte student rrugës, se ne kishim trenin në Eurospace. Edhe s'vogja student, pastaj pash një djalë që vraponte me një tabak në dorë si e kishin këta ato inxhinierive të projekteve, po. Thash që ka student ky, po gjemoi këti nga mbrapa. Ai ktheu një herë kokën dhe shihte një dikë që po vraponte mas atit, edhe shkum te biletaria ato dy, sepse ai kishte mbaruar dhe mbronte diplomën, dhe ato tabakun kishte temën e diplomës. Nuk kishte dhënë abona në atë kohë, si ishte shkonte vetëm një herë në javë për të parë për temën. Dhe te biletaria i thash lutem më bli biletën, ma bleu, unë dam. Dhe aty pastaj në vagon, unë vajta tek brezi im, ty që njoftja e parë unë dam, secilin punë vet. Por bashkëshorti im ishte nga ato tursako tipik, nga këta që 3 llafin ditë fliste dhe ai. Ishte shumë pak dëgjonte. Si gjeti pra pastaj se rat prapë. Sa po zbritën nga treni, ai tha shoqës time të ngushtë, po ç'është kjo shoqja jote, që era njëri shumë tip ndryshe. Dhe këta u habitën që foli ky personi që s'fliste kollaj. Pra ti impresionove një njerëz që nuk fliste. Po, sinqerisht. Po ishte e pamundur nga karakteri që ke. Jo këta su habitën që ai u impresionu. Dhe me të foli kështu për mua, se aho më njifte më 6 vjeç, shoqja ime kush po. Por nga fakti që ai foli. Që foli ai që s'fliste kur. Ta po kjo shoqja jote është shumë e veçantë. E i tha jo, është miksi Lorato se e ka menin te miksia. Edhe ma tha më kështu si larg. Po Lori më këto i thash unë, kam ardhur në shkollës. Do të thonë ti nuk doje në fillim. Jo, po, as e kisha në mend atë punë fare, kisha ardhur në shkollë realisht në miksis. Po si ndodhi pastaj? Pastaj një herë për herë takuam në plazh kur unë isha me familjen, edhe që ai vinte prapë si rasist, më thotë më thonë që unë po çej të bëj, i thash unë tash unë kam mendje të shkolla. As nuk diskutohet fare, nuk merrem me këto gjëra do të thon. Por si përfundim ti vendose që të lejoheshe, martoheshe. Shumë e vogël, në fakt në vit 3 fakultet. Eda, gjatë jetës tënde ke pasur sfida të ndryshme dhe një ndër to në këtë rast është edhe humbja e bashkëshortit tënd që është ndoshta vështirësia më e madhe që mund të hasi një bashkëshorte, një nën në moshë shumë të re. Si e ke përballuar këtë moment? Ç'të them Aldo, bashkëshorti im jo pse nuk është më në këtë jetë, por realisht ka qenë një nga njerëzit thotë mirë që nga mirë në jetën time. Ishte shumë i informuar si njeri, kishte këtë mirësinë njerëzore, por pak fliste, ai fliste pak, edhe me ato veprimet e veta fliste shumë. Unë një nga meritat që njoh atë njeriu është që ti në parë që mjofti, ai nuk ma ndryshoi karakterin. E kuptoj që unë çka kështu edhe nuk kam ndryshuar. Them do plakem kështu, edhe në shkollë, edhe mësuesat, e kuptonin që unë isha pak ndryshe jo për keq, por ndryshe nga të tjerat se kështu isha në karakter. Edhe për pjesën e ndoshta të fëmijëve në jetën tënde, je përpjekur të japësh këtë frymën e babait i mbash gjallë atë mirësinë, le të themi edhe mënyrën se si ai pranonte. Ai ishte një person që nuk mund ndryshoj kur. Më lente domethënë këto karakterin tim kështu ndryshe. Kur nuk ndjesha si të thuash në sikletë thoya bashkëshortit që unë jam këtu, jam aty, puna ime ishte e tillë që unë ikja orë pa orë nga shtëpia, mes natës se fillova isha një neurologe për Durrësin për disa vite rrish. E duhet ikja mes natës, qellonte në herë për natë mes natës. Dhe por edhe kur tila me shoqërinë, me gjitha, nuk kisha fare nga këto komplekse unë para bashkëshortit. Ai ishte bashkëshorti edhe miku im më i mirë. Miku im më i mirë. Me thënë, kur miku bashkëshorti nuk miku vetëm bashkëshorti, miku im më i mirë. Ai më kuptonte edhe kur s'flisja që zakonisht unë flas, edhe kur jam në sikletë gjithmonë flisja, por edhe kur s'flisja, thonte mos s'po flet, çfarë sikleti ke, më kuptonte. Miku vetëm bashkëshorti. Është pa mundur që të jesh që mos. Ai e kuptonte. Me thënë, kur unë nuk flisja, vërtet duhet të çaj në sikletë të madh, në punë, në kështu se puna ime e vështirë. Është personi që në kaq vite më ka kuptuar më mirë se kushdo. Më ka pranuar dhe suportuar më mirë se çdo njeri tjetër në jetën time. E ndaron kujtimin e atij duke e përcjell atë mirësinë atij tek fëmijët, ndoshta duke u përpjekur që ti mësosh pikërisht këtë gjë.
unë në punën time të vështirë dhe ai kishte shumë të vështirë punën, si inxhinier ndërtimi, nuk ishte e kollajshme, me këto kujdej se po më vjen punëtori, po më ndodh kjo, po më ndodh ajo. Po, vështirësitë profesionale, le të themi që janë. Të gjitha të vështirësitë, por ai ishte shumë strikt me fëmijët në kuptimin e mirë të fjalës strikt. Pra, ishte qëndronte. Me thënë, kur vinte ai në shtëpi, kur dëgjoheshin rrotat e makinës aty në rrugis, se ne ishim në rrugis, këto lagjet e vjetra tursanke, erdhi babi me vrapte dhoma vet, fëmijët kishin dhomën e vet, me vrapte librat, se ai do i pyeste, ç'a keni bërë, si keni bërë, nuk shes me, nuk jam marrë me këtë punë me fëmijët. Bënte detyrat e shtëpisë me fëmijët, le të themi. Ai bënte, po. Ma kishte këtë sekretin e detyrave të shtëpisë me fëmijët, i bënte ai. Dhe fëmijët ishin më të lidhur me të se me mua, në fakt. Kjo është e vërteta, sepse edhe kishin frikë në thonjza që erdhi babi, frikë për ato çfarë ju kërkon. Kërkesën e llogarisë për detyrat. Një lloj kontrolli që prindit sot e kanë humbur pak sensin, ë? Po, por ishin të lidhur me të më shumë. Sidomos goca, se çunë që më i vogël për që të dy. Dhe mbas humbjes së bashkëshortit, pastaj filloi tamam aulitja ime me fëmijët, që pse unë do i merra të gjitha vetë përsipër. Goca që mori dhe rolin e bashkëshortit tim me vllajën e vet vogël, me detyrat, disa muaj më përpara kishte tek babai, dhe ai pati një vdekje akute dhe babi me hemoragji cerebrale. Si është kjo ironia e fatit, që vdiq me një nga sëmundjet e mia që unë kuroja. Dhe unë e kujta shumë fakt kumën e babait, që është më lidhur me babin. Thoja si më diq baba kot ai nuk vdiste për një vdekje natyrale, vdiq me hemoragji cerebrale, ra në koma. Unë e buja, thoshte miku kot, baba më kështu. Unë kam miku që dur. Një mohim, le të themi, për ndjesha keq. Sova një gjendje shumë as vdekjes babit. Dhe pastaj për bashkëshorti miku në një vdekje shumë të pamenduar, një vdekje shumë aksidentale. Atë pastaj kuptova që babi vërtet të vdiq i ri, dhe babi që i ri, në mosh, duke parë ndeshjen statuën për hemoragji, si thua shkot, më iku vërtet bashkëshorti që ai sipër smundje që një vdekje aksidentale. Pastaj, si thon Zoti, të hedh një hall të madh, po të hedhë fuqi ta mbash. Dhe pastaj nuk e di, e mblodha veten dhe thash, më ka rënë kjo peshë, se mami pastaj ishte vetëm me mua, unë me dy fëmijët, na ra kjo peshë do ta mbajmë. Dhe ti në fakt je një grua shumë e fortë dhe e kemi vënë re që e përballon çdo gjë. Nuk e dash veten, no? Ju se ditë pas ka tek burri, unë bëra të gjitha urgjencat në spitalin e Durrësit, vazhdova shkolla për natë në spital. Je një njerëz që qëndron domethënë e fortë edhe po them nuk e dash veten se Zoti them u dha fuqi, unë besoj shumë në Zot, Aldo, me sinqeritet. Edhe mami e ndjera, atëherë nuk e di dhe mami që i dha Zoti shumë forcë, e vujti shumë tek në bashkëshortit tim, po prapë i dha Zoti forcë për të mbajt fëmijët, familjen. Më pastaj mami u smur edhe për shumë vite që e smur dhe vitet e fundit në fakt psoi një demencë të thellë që në shtrat. Ajo i mbajti shumë fëmijët e mi, por pastaj ato e mbajtën shumë nonën. U kujdesën për. Pra, le të themi kisha dhe momente kështu me mamin, se mami kujdesin në familje është. Kisha momente që para që të sonte atë demencën e thellë, që fatkeqësisht e pson një pjesë e pacientëve me demencë. Mami kishte momente kështu që zgjoj, kujtonte babën tim, thoshte do bëjmë drekon ose do vi babi, ose më thonte mua pastaj. Kam një gocë doktoresh. Thotë unë kam një gocë doktoresh. Edhe ti ngjan gocës time, unë e vuja ato momentet, por si është për familjen përballet me këtë, sepse kam dëgjuar shumë që pacientët demenca është shumë e rëndë. Është shumë e rëndë dhe është një ndër gjërat që njerëzit thonë praktikisht ketë bësh me një familjar i cili tashmë nuk din kush është dhe kush je. Është shumë e rëndë. Unë duke qenë neurologe, ti e kupton edhe në shumë aspekte të tjera. Unë si familjare e vuja ato, bëhesha keq. Dila edhe më rriti lot. Fëmijët e kuptonin kur mami thonte që kam një gocë doktoresh, ti ngjan gocës time, unë bëhesha shumë keq. Por kjo është jeta. Kjo është jeta. Jo gjitha gjërat i kemi ndar, por i kam përballuar, them Zoti më ka dhënë fuqi dhe fëmijët janë shumë të mirë. Goca ime me një diferencë nga i vllai, prej 7 vitesh, u bë shtyllë shtëpisë pastaj. Dhe më mbrapa u bë djali shtyllë shtëpisë. Ndoshta nuk ka qenë rastësi edhe profesioni jot si neurologe, po çfarë të shtyu ta zgjidhje këtë lloj profesioni? Neurologjinë, kishte diçka ndoshta një kuriozitet për studentët e mjekësisë që kur bëjnë ciklet e specializimit, thonë mbas një cikli për shembull që jo kjo s'm pëlqen, i duket e rëndë dega ose këto e dua. Ose duan të ishin në dorë ndoshta nga ajo që fiksohen që këto degë e dua. Unë në fillim kisha një kështu ide për dermatologjinë, bëhet fjalë për kur isha në vit 3-4. Dhe një herë në sallën e operacionit me profesorët e mirë, animatorë dhe kirurg shumë të nderuar, edhe më ngacmonin kështu, çfarë do bëhesh në sallë? I thashun dermatologe. Ua, dermatologjia është shumë nderuar si specialitet dhe shumë e kërkuar aktualisht. Por atëherë duke si dek të themi më pak, jo kaq nuk kishte interes. Jo kaq, si dek më i lehtë, gjithmonë shumë nderuar si dek, po jo kaq e rëndë sa këto, jo kaq e madhe, themi sa këto dek të mëdha. Ta më po pse i thashun? Po pse i thashun nuk e urgjenca, i mjekon njerëzit me qetësi, me kështu. Ua, vërtetë se më kishin më kështu tip ekspresiv, tip kështu. Ti dermatologe. Diçka kundër asaj që ti bëje.
do dermatologe. Dhe pastaj të shtyn që të zgjidhje neurologjin. Jo, po si e për dermatologji kështu me qeshur. Pastaj vazhdon ciklet e tjera, sepse unë sa kisha marruar dermatologjin atëherë, prandaj isha dashuruar me dermatologjin, prandaj e thash këtë. Dhe pastaj fillum reanimacionin e kirurgjin. Dhe kur filloi pastaj neurologjia, psikiatria, në vit 5 bëheshin këto. Pastaj realisht u dashurova me neurologjinë dhe psikiatrin. Patëm edhe profesor të shkëlqyer, unë arrita presin profesor Prezës, Lyta Lleshit, Ylli Bio të psikiatri, shumë të mirë. Njerëz të nderuar, profesor mentor Petrejrën jam. Sot themi shkëlqyer, profesorësh Shira Krujen. Realisht më thon mentorët e mi, unë quaj mentorët e mi. Ata më nxitën të vazhdoja neurologjin. Ata shpjegonin aq bukur, ta fusin në gjak neurologjin, të bënin mendoj që është deka që merret me trurin. Këtë dek duhet vazhdoj, thash unë vetes, unë këtë duhet vazhdoj. Por realisht pata mentorë të mirë që në fakultet, që pastaj qenë më pas mentorët e mi në specializim. Eda, si e balancon jetën profesionale, sepse ke një profesion shumë të bukur dhe shumë të vështirë njëkohësisht, me jetën politike. Ti tani po i futesh politikës. Nuk e qenë më herët në politik dhe do doja dija pak eksperiencën tënde, si janë ato hapat e tu të parë në këtë rrugëtim të ri. Aldo, unë nuk kam qenë politik në fakt edhe nuk unë t'jap shumë kështu deklarata që unë do jem kështu e do jem ashtu. Por një gjë e them me shumë bindje, unë do jem gjithmonë vetja ime. Gjithmonë do përvaloj mi politikën, nëse unë do vazhdoj rrugën e politikës, gjithmonë do përvaloj mi politikën për njerëzit. Sepse unë gjithë profesioni im ka qenë shërbim të njerëzve. Çdo ditë imja është gdhir dhe është ngrisur pranë njerëzve, me problemet e tyre, mjekësore por edhe jo mjekësore, edhe sociale dhe problematika të tjera që kur vjen doktor sa mos e një neurolog, njerëz i thonë. Dhe unë jam dirë pra njerëzve dhe edhe në politik, ata ka qenë shtysa. Më thonin do voresh ati tuaj ti ati edhe për ne. Më nxitën realisht, më nxitën me mirësinë e tyre, me kërkesën edhe besimin që më dhanë që unë duhet jem që të vazhdosh përpara. Përfshihesh në politik. Jam futur në Këshill Bashkiak, unë jam antare e Këshillit Bashkiak, edhe kryetare e Komisionit Çështjeve Sociale për Rastisjen Gjinore dhe kundër diskriminimit. Dhe edhe para 2 vitesh kanë qenë qytetarë të Durrësit që më thonin ti duhet jesh në Këshillin Bashkiak si zëri jon, kur që kjo fushanta për zgjedhjet lokale. Dhe pranova sinqerisht vetëm nga njerëzit. Pranova të jem si pjesë e qytetarisë durrësake. Eda, jam kurioz edhe për pjesën e ëndrrës tënde, një ëndër të thjeshtë ndoshta për Durrësin. Pra, ti tashmë le të kalojmë pak tek aspekti yt si politikane. Çfarë ëndre ke në momentin që ti je futur në politikë për Durrësin? Sinqerisht, gjatë gjithë këtyre viteve, kur shoh në një gjë që s'm pëlqen Durrës, unë ta bëja ndryshe. Kështu me këto kur jam me miq, me shokët, unë këtë gjë ta bëja ndryshe them unë. Dhe pastaj jap argumente që se kjo bëhet ndryshe, se mund të ishte bërë kështu ashtu. Nuk jam as arkitekte, as urbaniste, as por ama ke dëshirën dhe syrin dhe vëzhgimin. Dhe kam gjithë ato dashurinë për qytetin tim, dëshirën që ai qytet jetë më mirë dhe më gjitha më jetueshëm, sepse u bë që ku boi pa banueshëm e pa jetueshëm qyteti, u betonizuar rënd, u prishën të gjitha parqet që kemi pas nga vila, që nga gjitha parqet që kemi pas, u dëmtuar rënd trashëgimia jon. Mendon që ka historike, kulturore, mendoj që apo ka ngelur pak fare dhe sigurisht që ka ngel, duhet mbrojtur. Sigurisht që ka ngel, nuk është zhbër gjithçka për fatin e mirë, por fatkeqësisht duhet të them që kemi humbur shumë, që duhet t'i ruanim me fanatizëm. Sepse bota pikërisht këto gjërat e vjetra, këto gjërat nga historia, nga arkeologjia, nga kultura i ka ruajtur se e dinte që turistët kur vinë në këto vende siç është Durrësi, por këto vinë, nuk vinë për betonin. A mendon që janë bërë shkak njerëzit apo politika në këtë ndryshim për keq? Politika mendoj. Mendoj politika dhe këshia? Sepse politika dhe këshia. Sepse nëse politika do ishte pro njerëzve, atëherë dhe njerëzit nuk do i bënin këto gjëra. Politika kalon në thonjza që njerëzit të bënin gjëra që s'duhet të bëhen. I kalon politika. Sepse lejet e ndërtimit ose ato ndërtimet pa kriter edhe pa leje që pastaj janë legalizuar, të themi më mbrapa, i kalon politika, i kalon qeverisja ndash lokale ndash qendrore. Mendoj që politika i ka nxitur njerëzit të veprojnë pa ligj, se tek e fundit shteti është ligji. Gjithandaj njerëzit në gjithë botën një lloj janë. Po ti lesh pa ligj në mënyrë kaotike veprojnë. Si ti thotë drejta është me mua, por ka ca drejta që janë të drejtat publike, që janë të gjithëve. Dhe është shteti i cili është ligji që duhet t'i vejë këto të drejtat në ato ullitet e drejtës. Ky është rregulli. Si do ndikoje ti si politikane në këtë aspekt? Ligji i barabartë për gjithë, pa cënuar askënd. Me atë shprehjen që liria jote mbaron aty ku cënohet liria ime. Dhe liria jote e përbashkët në një qytet janë hapësirat publike, janë të drejtat që ne kemi brenda një qyteti, është hapësira, shtëpia jote e përbashkët. Që s'është një
njeriu. Duke filluar nga kryetaria ku diun është e gjitha, është shtëpia jonë e madhe. Unë vjen keq, Durrësi është shtëpia jonë e madhe, është keq përdorur. E drejta e atij që ka qenë i pari nga qeverisja qendrore dhe lokale për ta bërë më mirë edhe për ta qeverisë më mirë shtëpinë tonë. Çfarë të shtyu të futesh në politikë të? Ja këto që thash, dua që sa gjëra të bëjmë mirë për njerëzit. Pra, do të bësh ai sa kam fuqi. Ai sa ti mund të kesh. Pretendoj të jap mesazhe që unë do bëj këto e ato nga këto gjërat e mëdha. Po thash një gjë e them, që unë gjithmonë do të kërkoj të bëjnë gjëra në interes të njerëzve, në interes të mirave publike. Atyre që mund të bëhen, se janë gjëra që bëhen, janë gjëra të paralizueshme. Mbien kish për ato që janë bërë ndonjëherë sa gjëra nuk do të zhbëhen më, po të ruajmë, të zhvillojmë mirë, të mbrojmë këto që mund të bëhen dhe këto që mund t'i ruajmë. A ka një program ndoshta Edlira në aspektin politik? Ti tashmë kandidon për Partinë Demokratike në listë të hapur. Je një doktoresh dhe do doja të të ngacmoja pak në aspektin që Partia Socialiste në Durrës ka një doktoresh në listën e mbyllur. Dy profesioniste të cilat i përkasin të njëjtit sistem, të njëjtës fush, janë përballë njëra tjetrës. A ka ndoshta diçka që ti e shef që kolegja jote ka bërë gabim apo që do bëhet ti ndryshe apo një krahasim le të themi midis dy rasteve në fjalë? Po, është doktoresh Klaudi, është kolegja ime, e respektoj shumë dhe marrëdhëniet mes kolegësh janë vërtet shumë të mira. Ka ndikuar për keq politikë. Absolutisht. Ne marrëdhëniet si kolegë, duhet ta them, janë vlerësimi dhe respekti reciprok për njëra tjetrën, ka vazhduar gjithmonë dhe ashtu do vazhdoj mendoj unë, s'ka arsye pse jo, por pastaj për Klaudin politikane e kam rezervat e mia dhe duhet i them. Ajo nuk mund të kërkojë marrë mandat ajo dhe qeverisja, pjesë e cilës ajo është, por premtime që nuk kanë mbajtur. Si nuk kanë mbajtur, të paktën në aspektin profesional. Po si jo? Shëndetësia e falës nuk është mbajtur absolutisht jo. Mendon që nuk është zbatuar? Nuk është absolutisht jo. Ajo karta e shëndetësisë së falës për mua që i vuri kazmën në sistemin shëndetësor, sepse tha mos paguani siguracione, shëndetësia duhet të ketë politika të mira shëndetësore, tu ofrojë njerëzve në sistemin publik, që shteti sistemi publik ka dorë. Por sigurisht jetë edhe rregullator me sistemin shëndetësor privat, si do jetë rregullator me siguracionin shëndetësor. Ai është hallka për mua dhe për gjithë profesionistët e shëndetësisë e kuptojnë. Siguracioni shëndetësor është hallka që lidh sistemin publik dhe ato privat, është ai guri i themelit për të dhënë shërbim pacientit. Ajo karta e shëndetësisë së falas i vuri kazmën siguracionit, që është për mua guri i themelit. Neve jemi si Parti Demokratike në programin tonë që siguracioni sigurisht jetë, por për atë që quhet mbulimi universal. Para shumë është sistemi anglez, që sigurisht që secili do paguajë siguracion, por nuk është thonë që unë të paguaj 10 lekë siguracion, dhe tu paguash 1 lekë siguracion, dhe ti kur shkon në spital do marrësh në qoftë se ty takon dhe ke nevojë të marrësh shërbim shëndetësor 10 lekë, ti do marrësh aq sa unë që kam paguar 10 lekë. Ky quhet ai që quhet mbulimi universal, që dhe aty që është më i dobët, të mos i mungojë shërbimi, por asnjëherë parazi në pjesën e shërbimit në varësi të nevojës dhe jo në varësi të kontributit shoqëror. Bravo. Për ta thjeshtuar edhe për qytetarët. Pak a shumë është që edhe ai që ka nevojë, që nuk ka paguar siguracionin e njëri që ka paguar 10, por ka paguar 1, por kur ka nevojë, do i përgjigjet sistemi i siguracionit në sistemin publik, do t'i përgjigjet pa diskutim të marrit të gjithë shërbimin që i takon. Sepse si unë që paguaj siguracion, si ti që paguan siguracion në shtet, si unë jam në shtet, mund të shkoj privat, dhe të paguaj siguracion. Kur unë shkoj në një spital publik që më ka rënë si raja të shkoj, ndoshta edhe ty ose familjarëve tuaj, ne atje paguajmë kokër më kokër, se ky siguracioni që unë kam paguar nuk më përgjigjet fare. Nuk është azim që po bëj një gjë që më bën 10 lekë dhe 7 lekë, 6 lekë, 8 lekë, do mi paguaj siguracioni im, një diferencë do paguaj unë. Do duke i paguar qytetarin nga xhepi vet. Kokër vet. Kur të bie rufeja e shëndetit në qell të hapur, do shkosh të trokasësh dhe gjesh vet ato lekë se je pa mbështetje. Kjo është e papranueshme dhe kjo është një gjë e realizueshme. Po për sa i përket kandidaturës në qytetin e Durrësit, çfarë do të thotë për ty kjo? Të gjithë të Durrës fakt njohin doktoresh Eda, edhe si ju e thatë saktë, aty edhe në fletën e votimit jam me Edlira Rizi Shemsi. Çdo thotë, para një herë për qytetarët e mi, çdo bujën më tepër, thash, unë nuk premtoj nga këto premtimet e jashtëzakonshme. Premtoj do jem zëri i qytetarëve të mi. Dëgjoj ato, me urtësi, çdo problematik, çdo shqetësim që ato kanë. Mbi gjitha për të luftuar që ato të realizohen, jo thjesht për ta identifikuar problemin. Në fakt do doja të shtoja një gjë. Unë do doja të shtoja një gjë që të konfirmoj që Edlira është ai lloj njeriu. Kemi 4 ditë që përgatitemi për të bërë podcastin dhe mua më duhet të pres 5 jashore Edlirën ditë për ditë, sepse është gjatë gjithë kohës duke ju përgjigjur të gjithë telefonatave, të gjithë njerëzve. Dëgjoj, unë në këtë periudhë nuk jam në spital, Aldo, por telefonin e kam të hapur. Telefonin mirë për pacientët, çdo sekond e kam të hapur. Mjekësia ngelet prioriteti im. Unë nuk mund të mbyll asnjë sekond telefonin tim për pacientët e mi. Ata më besojnë, ato më kanë besuar jetën. Ato më kanë bërë kjo që jam. Në qoftë se unë jam bërë një profesioniste që Durrësi respekton, edhe kur dal në rrugët e Durrësit më përqafojnë, më urojnë, më sjellin tu falulesh në spital kur jam, to e bëjnë sepse ato kanë besuar tek unë jetën e tyre dhe
unë i kam shërbyer atyre. Unë nuk mund ta mbyll telefonin as një sekond, të kërkoj të falur për gjithë këto orë që ke pritur, por unë nuk mund ta mbyll telefonin as një sekond për pacientët. Kjo ishte një kritikë e vogël, por e ëmbël sepse verifikojmë dhe faktin që Edlira ndodhet gjatë gjithë edhe për njerëz që në këto ditë që kam filluar fushatën, më marrin për takime, për të takuar me to, për shpalos idejt, programet. Çfarë do bëj për Durrësin? E para, unë dua ta ruaj Durrësin tim. Thashë gjitha gjërat e mund t'i zhbëjmë, çfarë është bër, por të mbrojmë këto që kanë ngelur, dhe t'i zhvillojmë për mirë këto që janë, këto gjëra që ne i trashëgojmë nga historia jonë, edhe këto të mira që edhe që na ka dhënë dhe Zoti, more, breakdating, gjitha gjërat, ku kemi mundësi të krijojmë hapësira që kjo të jetë aksesueshme për njerëzit, jetë për turistët, se ata do të jenë të mira për qytetin tim, Durrësi bëhet sa më shumë jetueshëm, duke ngritur sa më shumë lulishte, parqe, infrastruktura nuk është ajo që duhet, duke filluar që nga transporti publik. Ka mangësira. Ka mangësira. E shoh ne si qytetar, prandaj janë kaq shumë rrugët të mbushura, kaq kaotike me makina, po të kishte një transport perfekt, si çdo vend tjetër të botës, pse do ishim kaq kaos në rrugë me makina, se do ishim rrugë për Durrës me makinë, por ke një transport perfekt. Nëse do vendosi një përqindje, sa jetueshëm është Durrësi? Jo sa e shefti, sa e donti, po sa mendon ti aktualisht? Çdo qytet në botë është jetueshëm për qytetarët. Në fakt, çdo qytet në botë, sipas gjitha standardeve, matet cilësia e jetës në bazë të sa parametrave. Sa akses kanë, domethënë, për fëmijët, për shkolla, për institucionet, spitalet, gjitha institucionet e tjera, sa i aksesueshëm është transporti publik, sa parqe ka, sa sipërfaqe të gjelbër ka për banor, për frym. E kupton, është shumë e rëndësishme kjo, se duhet si mendon që janë në proporcion të drejtë? Jo, fatkeqësisht jo. Por janë gjëra që bëhen, nuk janë kaq paralizueshme. Mund të realizohen. Thash, ka gjëra që edhe nuk shbëhen, ose nuk i jeni dot për tokë këto petronizime që janë por ne mund të ftojmë që hapësirat që janë të bëhen hapësira të gjelbra, hapësira të aksesueshme për publikun, të jenë pjesë e të mirave publike, të mos zihen, mos betonizohen më, si gjithmonë është ajo tendenca t'i betonizojmë, sepse interesi për të pasur para një grup njerëzish, jo gjithë qytetarët e Durrësit, ndonjëherë prevalon interesi publik. Unë dua gjithmonë të prevaloj interesi publik, me interesi një grupi njerëzish, sepse qyteti është gjithë, është shtëpia unë e madhe, ato që thash fillim, nuk është një grup i njerëzish. Edlira, kam një pyetje. Ti ke pasur në ndjeninë time, sipas burimeve të mia, ke pasur oferta nga parti të ndryshme për t'i përfaqësuar. Je një figurë shumë e kërkuar politikisht, por ti ke zgjedhur Partinë Demokratike. Pse kjo zgjedhje? Unë jam një shpirt opozitar, duhet të jem sinqert. Edhe kur në pushtet ka qenë Partia Demokratike, duket sikur isha në anën tjetër, isha gjithmonë në anën time. Pra ti bën opozitë në opozitës. Gjithmonë kështu kam qenë. Kam qenë një shpirt i lirë opozitar. Kam thënë gjithmonë çka menduar unë në drejtën time. Edhe kam luftuar për ta argumentuar për ta mbrojtur atë që unë kam quajtur të drejtë. Thashë u ka qenë Partia Demokratike, asnjëherë s'kam qenë unë pjesë administratave, posteve, gjithmonë kam thënë nuk më ka pëlqyer çfarë nuk më duket drejt. Por e vërteta është, e vërteta e hidhur në fakt këto vite, padrejtësitë kanë qenë shumë të hapura. Ato padrejtësitë ndaj njerëzve janë përkeqësuar. Polarizimi është bërë shumë i tejskajshëm. Vetëm një pjesë e vogël e njerëzve po merr gjithçka, këtë që thash, ajo që është e publikut, ato që janë të mirat tona të përbashkëta, ne jemi në komunizëm. Po kemi sa të mirat të përbashkëta, pa diskutim. Se në kapitalizëm ka të drejta të përbashkëta, ka të mirat publike që quhen. Ato të mirat tona publike janë monopolizuar dhe janë marrë nga një grup njerëzish në mënyrë fare të padrejtë. Edhe hapur, tani nuk mund të çifen fare gjërat që po merren, no? Ka dalë turpi. Ka dalë turpi. Sot them, domethënë, ndonjëherë ato rrëmbimet e të mirave tona publike dhe ato vjedhjet që po bëhen me tendera e me koncesione janë aq të hapura sado të mos të duket sikur s'kupton, po kupton. Pra, është le të themi kjo pjesë pak kënaqësisë ndaj këtij sistemi. Jo, s'ka nevojë të jesh intelektual me kuptues se po bëhen padrejti të hapura të njerëzve. Është kjo pjesë e pak kënaqësisë tënde ndaj sistemit që të ka bërë që ti të përzgjedhësh logon e Partisë Demokratike. Pjesa ime që un jam gjithmonë në krah të atyre që u shkelën të drejtat. Dhe më shumë se tani nuk janë shkelur rreth të drejta në këtë vend. Un jam person për moshën që kam jetuar dy sistemet. Dhe sistemi komunist dhe këtë sistem, por ta them sinqerisht, që ka shëron të drejtat e njerëzve, nuk janë grabit dhe nuk janë shkel sa në këtë periudhë. Paktën ky është percepcioni im, çu e mendoj unë që ke për këtë pjesë. Sinqerisht çu e perceptoj. Dhe unë nuk jam për ato që intelektualët janë pavarur. Intelektualët janë pavarur sepse nuk e pranojnë dot në fakt këto varësinë dhe këto trysinë e partive. Se partitë janë një lloj pushteti dhe jam menduar në fakt kur thash po për të marrë pjesë politikë. Jam menduar. Kam thënë dhe jo nga partitë të tjera, por kam qenë në krah të opozitës sepse thash kështu ja. Aty e gjem vetëm mos përfaqësuar ndoshta. Dhe ky është realiteti tani, që ky realitet mendoj unë të gjithë intelektualët, të gjithë njerëzit e ndershëm, duhet ta ngrenë zërin e tyre, të thonë ato mendimin e tyre
këtyre qytetarë që e vërteta është e hidhur, e vërteta është kjo dhe ne duhet luftojmë me e ndryshuar këtë vërtet. Jo vetëm për vete. Për gjithë, kur bën një gjë për gjithë, mbushesh dhe ti, jo thjesht për veten. Kur bën një gjë në të mirë të njerëzve, në të mirë të mirave publike, mendoj unë që mbushesh edhe veti që e ngren si kauzë ato dhe lufton për ato kauzë. Edlira, duke qenë se ke pasur një jetë intensive familjare dhe në karrierë, ka disa pika kyçe të karrierës tënde ndoshta dhe të jetës familjare me fëmijët e tu, të cilat ti mund na i përmendësh, mund na i thuash, sepse di që ke qenë pjesë e organizmave shumë të rëndësishëm që lidhen me pjesën e neurologjisë. Po, është e vërtetë. Kur kam mbaruar specializimin, unë fillova mjekë neurologji në Durrës dhe aty kam vazhduar gjatë gjithë viteve të mia, 70 vite. Gjatë disa vite rriesh një mjekë vetëm neurologe, modesh punoja fort. Faktate isha gocë re atëherë se 20 vjeç njeriu i ri, njerëzit më besuan jetën e tyre. Unë ja di shumë për nder, edhe jam mirënjohës gjithë jetën time mjekëve të vjetër Durrësit. Mentorëve të mi në Tiranë, nga profesor mentor Petrela, Ira Kruja, Liro Buda, profesor Ali Kuqe dhe gjithë me radhë që më mbështetën, më suportuan se isha një neurologe në Durrës dhe kishte shumë rëndësi që thonin kolegët e mi të nderuar, profesorët e mi, por pacientët që unë çoja, ata ishin shumë suportues, mjek shkëlqyer, por edhe njerëz me një etikë të shkëlqyer. Por edhe në Durrës, duhet të them fati im i mirë ishte që kur fillova gjeta mjek të shkëlqyer. Një brez mjekësh nga Indira Qermenesi, radiologu i shkëlqyer. Pra ke punuar me emrat më të rëndësishëm, le të themi që njihen edhe sot kësaj dite në Fatbara Turmishi, Havatare, Shpresa Domina, Xhanza, Mira Zajmi, shumë të tjerë, i kërkoj të falur, që nuk po i përmend, Rizat Xhepa, dhe ndërkohë mjekët e tjerë, neurolog, psikiatrë që kishin dalë në pension, unë përshëgjoj pyesja dhe për ata përshëgjoj thonë doktoresh ne keni shumë të mirë, se kishte shumë rëndësi fjala e tyre për pacientët e për publikun në Durrës, ë? Dua Edlira Harizin. Unë mundova të punoja fort. Këto pika. Unë mundova të punoja fort, por nuk mund të humb thash suportin që më dha në fillim. Patjetër. Se kur je mjek i ri, suporti është shumë i rëndësishëm, suporti moral, se sigurisht që do punoja vet. Po nuk harroj fjalët e Qermenesi, të Ndirit Qermenesi, në fillim tha, duhet punosh fort për Edlirën. Jo vetëm për pacientët, por për Edlirën. Dhe pastaj Edlira do punoj për ty, më tha mo. Dhe gjithmonë e kam kujtuar, unë punova fort, pastaj unë nga një Edlira, nga një jeta e thjeshtë të bësha doktoreshe për Durrësit dhe njerëzit më respektonin. Më pas unë vazhdova pastaj bëra mastera në neurologji, menaxhim shëndetësor, doktoraturën, antare shumë organizatave europiane të neurologjisë, amerikane, për sëmundjet cerebrovaskulare, dhimbjet e kokës, epilepsinë e gjitha. Jam e zgjedhur disa panele shkencore, pjesë e tyre, si përfaqësuese e kombëtare apo ndërkombëtare? Ndërkombëtare, ndërkombëtare, si përfaqësuese shoqatës të neurologjisë shqiptare, por edhe të shoqatave tjera shqiptare të mjekësisë, e quaj nder edhe angazhim, edhe përgjegjësi këtë fakt. Jam dhe pedagoge prej vitesh, prej 16 vitesh në Tiranë dhe Durrës. Nxoja është ditë mirë te Universiteti Aleksandër Mesiu në Durrës. Pra je gjatë gjithë kohës në kontakt me studentët dhe të rinj. Me studentët është kjo. Prandaj je gjithmonë si vajzë. Por edhe kënaqësi më vejta. Po për sa i përket fëmijëve tu, në këtë moment çfarë bëjnë? Vajza ime është në Gjermani dhe ajo vazhdon specializimin në neuropsikiatri, ka qenë 2 vite në mjekësi interne dhe ajo ka bërë një mbes të vogël. Kam një mbes të muajshme. Po. Ka emrin e Mara, ndërsa djali im është në vit të fundit në Fakultetin e Mjekësisë tek Universiteti Zonja e Këshillit të Mirë. Pra ke vazhduar. Ata janë vazhdon tradita familjare tek mjekësia, nuk i ndajeni mjekësisë. Unë në fakt kur ishin të vegjël, edhe bëheshin kese, unë goja shumë gjatë në shtëpi, ose ditë shtunë, ditë diele, nishin për të vajt jo në plazh, jo me në një kështu. Ti detyrohesh të drejt. Çonin bashkë me fito oborri spitalit, se më kërkonin dhe ata rinë të oborri spitalit. Kallonin 1 orë, 2 orë dhe mërziteshin, bëheshin keq. Duke u rit pasaj e kuptoj. Besoj që tani më shumë se kur ata kuptojnë sakrificën që ti ke bërë. Mendoj që kjo ka qenë që i bëri duke u rit, që takonin pasaj njerëz në rrugë, familjarët, pacientët, falenderoni. E kuptuan që mjeku i që një profesion i rëndësishëm dhe i nderuar nga njerëzit kur vërtet ishte mjek që punoi dhe i përkushtohej punës, dhe ndoshta kjo i nxiti të vazhdoni mjekësi. Ndërkohë, Edlira, që i vim fundit të këtij rrugtimi të podcastit, do doja të dija se cili do të jetë rrugtimi i Edlirës pas 11 majit. Mbas 11 majit, unë e shoh veten si një zë i qytetarëve të Durrësit në Parlamentin e Shqipërisë, si një përçuese të gjithë problematikave të tyre, por si një luftëtare për të mbrojtur ato dhe për të ndryshuar ato në të mirë qytetarëve të mi. Unë do përvaloj mbi politikën, kjo nuk diskutohet fare. Unë nuk e ndryshoj karakterin tim dhe përkushtimin tim në të mirë qytetarëve për asnjë parti, për asnjë politikë. Do përvaloj mbi politikën për të qenë zë i qytetarëve të Durrësit, i gjithë qytetarëve, se mjekët nuk kanë të majtë të djathtë, mjekët janë për gjithë. A kemi një mesazh atëherë për qytetarët durrësak nga Edlira Harizi? Si mjekë po e them dhe mesazhin. Kur shëri sëmuret nga padrejtësia, mendoj që në kushtet që jemi në zgjedhje, vota jon, votën
ndershme, votë e fuqishme në parë popullore për ta ndryshuar realitetin, është mjekimi, është terapia më e fuqishme. Dhe sigurisht siç e the edhe vetë, siç nuk mund të ndodhte ndryshe me Edlira Harizin, vota patjetër do të ishte një mjekim. Po, vota për numrin 1, për Partinë Demokratike dhe për të gjithë koalicionin për Shqipërinë madhështore. Pastaj votën preferenciale për doktoresh Edlira Harizin Shemsin, ato e vendosin vetë qytetarët. Të falenderoj Edlira për gjithë këtë rrëfim tëndin, ishte një rrëfim emocionues midis fëmijërisë, jetës, vështirësive, karrierës dhe tashmë kandidaturës tënde politike në qytetin e Durrësit. Faleminderit juve, që shumë i këndshëm vërtet si udhtim dhe si bisedë. Shumë faleminderit.